Sot si kur së pash në shkollë. Ç'ke kështu? Hiç. Si është nata? Hiç e mos e kput. Ç'të bëj? Të dashur nxënës e pedagog. Gëzuar vit në ri. Ju uroj sukses në shkollë, në punë, në jetë, shtyto e zemra. Besa, erdha për ty. Se më drejtë nuk përmbesohet, Përse? Ti e di, unë jam ndryshe. Si ndryshe? Si jam nga ata shëmbullorët. Do t'ish më mirë të vallëzoje me ndonjë prej tyre. Unë nuk të mora kot. Ti se si ke ndryshuar. Ke qef se dukesh origjinal. E pse tallesh? Të beton që nuk talle. Po ti çfarë bën? Ish më zi? Cili është ky motor? Një shok i mirë. Po, më shkele këmbën. Më fal, pa dash. Besa, pse s'kërcen? Jo, thuam njërë pse jam origjinal. I pash notat e tua. Kimia dhe fizika pa kalushëm, historia dhe letërsia 8. Pse, po ç'pun kishe ti me notat e mia? Po nuk bëra më një gjithë keq. Faleminderit. Ej, Ha, vallëzimi tjetër se e lam bisedën për gjysmë. mirë. Hajde mbrëmjes, hajde. I the gjë nënës, Jo. do të vijon vetë të bisedoj me ta. Atë nuk duhet ta kishit ftuar. Me siguri do të bëj një sherr që do të na prishim mbrëmje. Unë e porosita i të ketë kujdes pas asaj që ndodhi.
pëlqen? Kërceve bukur me atë vajzën, ha? Ç'ke kështu? Së dukesh mirë. Mas që? Më duku nga stadiumi, bëjmë dhe në gjërën e matarë. Mirë. Kam diçka për të thënë. Mos rri kështu, u bë më shkallë. Dgjoj Spahi. Duku një më vonë, mas e marrëm shpejt. Të përdiqë. Vetëm që të dy pa shans. Kemi marrë përsi për të ndreqim. Megjithse fyra që I bërëm mësës e Zhanit ishte papranueshme. Nuk I lehet një të ri si ty të karikaturojë mësësën e tij. Ne do të bëjmë çmos që ti të mësosh të sillesh në shoqëri. Të fitosh disa shprehje elementare të edukatës. Cili? Ti? Ti je një idiot. Ashtu? Po ti na falenderove atë ditë mbledhe që të dam dorën. Do me thënë për kritikën që të bëm. Nësa duke ti akoma pas ke nevojë për mbledhje të tjera vëlla. Pas ke pirë duhan? Jo. Mbase a shumë më dukmua. Qa kishe për të më thënë? Më stojmë bashk? Si në të dy? Po e kam sinqerisht. Më shirë për të rëzuarit. Beso më po flasë seriosisht. Ne njemi që fëmi bashk. Shtë duhet ja për shtelashe vetës kot. Po ti e di që unë matematikën dhe fizikën I kam mirë. Kush të lejon të fyesh të tjerë ti, ha? That's good, yes. Hypë lapë. Ja. Qa shoku shi jenë, ma. Zë bëm do të njëri o një hap me jo të bëj një punë me leverdi. Se bëj mërdjarë më ke në zëmër, dhe. Kritik në mbledhjen e organizatës. Ndërsa për sa I përket incidentit në mbrëmshëm, pajtor nuk isha ai. Mjaft më me autokritikat e tia. Një minutë, ju lutem. Ç'masa propozoni? Një njeri që bën karikatura të tilla. Që pin duhan, që pin alkol, që rrihet me shokët, që shkon dobët me mësime, që është këshilluar dhe paralajmëruar disa herë nga ne këtu, nuk mund ta kuptoj se si mund të qëndrojë ende në këtë shkollë. Unë propozoj përjashtimin e tij nga shkolla. Më lejoni ju lutem të them se jam një mendje me ato që tha shoqja Zhani. Veprimet e besimit janë të rënda. Bile do të thonja të dënueshme. Mirë për çdo bëjmë me të. Ti bim shkurt, ta përjashtojmë nga shkolla, apo të bëjmë një punë më intensive me të. Ju e dini se ai kalon një situatë të rëndë edhe në shtëpi.
Mi mbrëma. Mi mbrëma. Urdhroni. Urdhroni. Erdha për besimin. Mos u shqetësoni. Faleminderit. Në fillim, u mendua që të përjashtoj nga shkolla. Pastaj vendos që t'i japim dorën edhe një herë. Gëzuar. Faleminderit. Nuk e kuptoj që po ngjet me të. Ju keni të drejtë, profesor. Kohët e fundit është mbyllur në vetvete. E pyes, i flas, nuk më përgjigjet. Ju e dini që ai nuk e ka dhe aq të lehtë në këtë shtëpi. Kjo është fatkeqësia. Ngrohtësinë familjare që nuk e gjen këtu, do të kërkoj diku tjetër. Mos harroni se është në moshën më kritike. Unë jam nën. Dhe do bëj ç'është e mundur. Ai ju don shumë. Ju çmon. Ju don më shumë nga të gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Po të birë ku e ke? Tani do të vi. Ashtu, ha? Se s'dua që bredh rrugëve. Amet, më mirë lëm këtë bisedë. Sigurisht. Gjithmonë do ta marrësh në mbrojtje rrugaqin tënd. Amet, Ai është rrugaq edhe shkuar rrugaqit. lutem shumë ule zëri se po na dëgjoni dhe komshi. Njeri që s'mëson, që pin duhan, që bën boshësia në shkollë. Ti më përpara e doja të Amet. Kur? Atëherë kur më doja dhe mua. Kujt diti se mund të më prish edhe fëmijët e miaj? Po këta janë edhe të mit. Jo, s'është ashtu. E shoh që ti bën më shumë për të. Mos mor Amet. Hajde. Erdhe bukur është, të mori uria. Hajde, ushqiu. Ushqiu se punën Ameti për ty. Faleminderit, por nuk kam edhe pensionin e Timedit. Çfarë pensioni mor harr? Mor e bandit. Ku vete? Çfarë më dorë? Amet, Çfarë thua mori? Të dëgjoj.
kuptoj pas keq bën. Do ta kesh atë vështirë sa të marrësh shkollën pastaj. Ti tani je goxha djalë. Po të flas hapur si burri. Më kupton? Po ju dëgjoj. Ti e di, unë edhe lekët e pensionit i kam dërguar rregullisht. Do përpiqem të bëj edhe në Rom se shoh se ke nevojë. Para madhe ti do të më kuptosh drejt. Fol më hapur. Hapur po të flas. Shiko këtu. Çdo afrimi joni tek të mitë në familje ka ndikuar për keq. Xhelozi, keq kuptimi, e tjera si këto. Ti tani je i mençur dhe i kupton vetë këto gjëra. As vetë nuk e di pse erdha tek ty. As e shtyr nga dashuria për baban. Beso! Dëgjom! Nuk dua të dëgjoj më. Beso! Më vjen keq që ke lënë nënën tim. Beso! 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 Gazin, vule. Bëj pak pushim, bëj. Ta bëj dhe një gjiro. E mirë, vazhdo. Spaj, çfarë kishe për të më thënë? Asnjë gjë me rëndësi. Po në vogël fare. Do të çoj një pagot të fejuar si në Tiranë. Bën dot? Po si? Vetëm se është puna e shkollës edhe shtëpisë. Fundja në shtëpi po them që isha nga babai. Sa për shkollën një ditë është ajo. Të punon mendja qera ta, Do kisha qef të shkoja vetë, po s'kam që bëja asaj plagës, s'ma do fare dhe të fejorën time. Edhe nuk e prish dot. A është pago e madhe? Ja, një dhurat e vogël për të lindër. Mere. Jo, nuk i marr. Mere. Po lëri tani? Mere të duan ato mere. Para 2 ditë kishim vjedhur mapën me orë, bijuterisë, stenografe. Ku e di ose çfarë? E kemi fajin vetë. Po, Bileta të lutet? Po.
Hapeni. Cili je ti, mor djal? Jam një mik i Spajiut, kërkoj bukurien. Ashtu? Hajde. Hyr brenda. Ulu. Kush është aty? Një mik i Spahiut. Ka ardhur për ty. Ja erdha. Qënë ka i ri, mo jaldës? Këto i keni nga Spaju. Faleminderit. Qa ka këtu? Riri. Edhe ti, mor djal? Pse s'erdhe shtu? Ashtu më ndodh. Të prita dhe mas ditet mësane. Pse s'erdhe? Po ti qëfar ke kështu? Qëfar ka ndodhur? Iq asje. Ti sigur e prishur në fytyr. Ase ashtu të duket. E ngritët? Ishte përgatitur mirë. Ashtu? Duhet marrë në tension. Vazhdimisht duhet bërë pyetje frontale. S'kemi pun tjetër ne, vetëm të merrim me besimin. E po, kjo është puna jonë. Besa, Qa? shiko që mrekulli. Një të rëndafil. Besim. Fali minut. Prit. Po prit, kush Ja. ka? Faleminderit. Po kjo? Iq asje. Një borgj i vogël për të rëndafilin. Po besa, e largohemi se për ne po flet. Besa, jam shumë e gëzuar sot. Pse kështu? Më ka gëzuar teta që more ti. Desha të ngrish edhe në fizik. Hajtë themi nga kjo rruga këtej. Pse kështu? Cili është kjo? Mos është kjo e tipi mbrëmjes?
Shesa, ti pra vazhdo në shoqërohesh me të? Tjeshe, unë kam shumë të këqija. Nuk është fjala thjesht vetëm për një cigare. Po mirë, që të shtyn ty të merresh me mua? Mendimi që kam për ty, Cili? as vetë nuk e di. Ti në thelb je njeri i mirë. Çfarë ke? Ku ta di unë? Se si m'duket. Askush nuk ka folur në këtë mënyrë me mua. Të keqen. Mirdita, mama. Mirdita, gjani mami. Si kalove sot, mirë? Mirë, po ti si e kalove? Ç'kemi në tre? Shumë mirë. Ç'ke kështu që e ka që gëzuar, Si është puna? Mama, ti e njat shokun që mësoj unë. Besimin? Po ta mama i. Sot ai u ngrit në fizik dhe mori notën 8. Tek Zhani? Po të mësuse Zhani. O, mu do gjella. A motër e dashur, mos ke ndërmend ti mësosh ati tipi edhe gjirët? Ç'flet kështu Petrit? Apo ton të bësh gazi i botës? Petrit, ai është një shok klase që mësojnë bashk. Ai është një hor, njerëku i tij që punon tek ne Të pa lutem të Petrit, zidullim. mbaj gojën po të them. Bile ka të bërë dhe nga shtëpia. Nuk është ashtu. Pikërisht ai është fajtor për gjithë. Mirë, po që sot tutje s'do shoh më me të. Morë vesh. Petrit, s'ta vjet turp, s'ta vjet. Bëni kështu. Mjaft. Po, pse më shihesh? Qa të drejgjin ke kështu? A? Hiq ma asgjë s'kam. Nuk mi e mirë. Ashtu. E po pi atëre mos qaj kokë. Ja gëzuar. Po qesh, mor djallë. Po qesh, mor qesh. Sa djallë i mirë qesh. Po qesh, po qesh. Po ti shpate? Shefi e tusis. Kë është një kyqe. Faleminderit. Gëzuar. Pi. Është i laç. Ti pse s'pi? Nuk ndihem mirë. Erdhë zonjusha. Do paguani? Do të paguajmë. Sa bëj? Sa bëj? 78. Hajde. No, meriton. Meriton Meriton më shumë djalë. Meriton më shumë. Jo, asa djali mirë. Pa jo, më po këteu. Mirë, mirë. Ndize.
Eci më mirë në këmë se kemi pirë shumë, s'pej. Është më zhërë goli më vjore, yp. Hajde. Opa. Mos pa i. Gjithçka ndodhi prej te. Shtua, more. Budalla. Ne s'dim gjë. S'kemi parë gjë. Nuk është ashtu. Qartë. Sendet e vjetur. Ti bashkë me mua ke shtypur njeri me motor. Dhe mos harro se je shoqëruar kaq kohë me mua. Këto nuk duhet i harrosh të gjitha. Ke marrë kaq e kaq para nga unë. Vlerm! Edhe kodi penal në ato 92 me një lloj. Vlerm! Dua tregoj! Dua tregoj! Jeta vazhdon mundja. Mos ke frikë. Asgjë s'do të ndodhi. Ti do të vazhdosh shkollën rregullisht, ashtu sikur se do unë pandemia. Ki besim tek Soria. Ujo, akoma s'keni shkuar? Hajde, thash njërë do t'a bëj vetë pastrimin. A më nga dalë ti? Ty, mere këto. Hajde, mos më qesh mua, ha? Dile. Hajde. Hop. Drekne mi. Hajde, drekne mi.
Po ti? Hiç, kam pastrim. Lër. S'ta ka thajnë ajo. Që drejgjin ke i takohesh me atë tipin. Prap të kishin parë duke pirë. Më lër qetë, mos më bezdis më. Do të bezdis deri sa të mos na gënjesh më. Ne jemi shok bashkë. Kemi ardhur për Besimin. Ky djalë është sekretar i rinis. Shkun keni me mua, marr vëlla, shdrejgjin keni që jemi një qepër kështu. Pak hallet e lashe tjera kam. Ai sot ishte shumë i tronditur. Nuk më duhet fare mua, tronditet apo stronditet ai. Plasa mor vëlla me këtë njeri. E dy shdoj. Ai do dru. Druri i vjehakut ati. Ju jeni prind dhe e keni nimuar. Por ne mendojmë se duhet bënë më shumë për të. Po ju shtë bëni ju. Shdetyrë keni ju, qanëm. Torinë të bëni se hire, se për fjalë jeni të vetmit ju. Ne jemi shumë të shqetësuar. Po ju mos ja veni pa në shkollës. Për çdo veprim të tij jeni përgjegjës edhe ju. Ashtu? Do me thënë ai të më nxjihë hetën mua dhe u të përgjigjem për të. Edhe dëgjoni këtu, për të çështje s'duhet më shqetësoni më. Hajde miru pafshim se kam punë. Kur me ne sillet kështu, kush e di si janë zinë jetën Besimit? Apo jo, profesor? S'është pa faja Besimi. Ne në tha që nuk do shkonte më me atë njeri, nga ana tjetër vetë shpi ideo. Po mirë, profesor, po Ahmeti, pse sillet kaq keq me të? Sepse ai e quan Besimin njeri të huaj. Një pengesë marrëdhënë me shoqën. Kjo që dje në fillim, që kur ata u lidhen. Këtu ka të bëhe dhe karakteri, formimi i Ahmetit. Vetëm se duhet ta duash njeriu. Ta qortosh kur ai gabon. Por edhe ta animosh. T'i japësh dorën që të përsosë. Janë pikrisht ato vargjet që na keni mësuar ju, profesor. Ashtu si pika e gryen gurin jo me forcë, por duke i rënë pa pushim. Ashtu edhe njeriu bëhet i ditur jo me forcë, veç me mësim. Besimi. Leret vi vetë. Beso! Na dhe fjallën se nuk do të pinje me cigare. Se nuk do të shoqërohesh më me atë nga pjetore në pjetore. Unë kur se kam vënë dyshim fjallën tënde. Por ti na pas ke gënjur. Profesor. Çfarë, profesor? Të të vitë turp.
Nuk e di e më kupton. Ju vetë jeni njëri ndershëm, punëtor. Vetëm se ndaj ti duhet tregoni më shumë ngrohtësi. Mos u shqetësoni për asgjë. Jo. Ne mund takojmë përsëri dhe të bisedojmë. E di si, puna është që ne të gjithë së bashku të përpiqemi për ta vënë rrugë të drejtë. Mirë, faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Ku e ke rrugacin tënd? Çfarë ka ndodhur, Ahmet? Bret bukuroshi. Aja kumbull dhe mua më pjen dhëmët. Më thirrën në drejtori. Më thirrën dhe në polici. Në polici? Djerë të shkollës. U shtakshirat ka mund qënë. Mos falk shumë, more burë. Më qanë kokën, më qanë. Mos është turp, po bëjmë i gazi botës. Kush të vjen turp të për rrugacin të fliqur? Mos mor, Ahmet, mos kështu dhe ti se më love. Erdhe bukurosh? Pa hajde, afro. Ç'ke bërë? Me kështu që do vesh. Qërë të rrugacin që prejtë rrugëve. Mos e prek djali, po të them. Pojmë! Kam jetë të që s'kam patur punë në policinë, që kam jetuar me tjerë së time të balit, e tani u dasha qketje për shkakun tënë. Pojmë më qërë! Nisho të! A të regomi qepat. Zirë qepat. Që shkja? E shikon mëj? Ta ushqej! Ta mbaj edhe me cigare e të pësashin. Mua nuk mu shqen ti. Mos! Më thua është ti qke dërë që më thirën policinë. Mos, Ahmet, lësho djali, po të them. Mos që frek djali, po të them. Margaritën dhe shapak. Ç'pun kete me të? Ashtu e ka malli. Nuk është. Kaptan, mos prish më me të, më veç Margarita. Ku je, mos e pjase duke të kuar. Hajde u shpejt. Besa! O Besa! Çfarë kërkon më nuse? Besimi. Nuk është? Nuk është, edhe nuk ka për të qenë më kur. Po ku është? Iku. Do t'jetojë më në fund edhe Ahmetit ditë të bardha me fëmijët e tij. Vjen tjeta. Atë e kishin thirrur polici. Pak rëndësi ka kjo. Bukurien e kanë arrestuar. Edhe i kanë bërë kontroll në shtëpisë. Po mi s'ma i qado me. Para s'mor lori fjalët. Ka dec. Po veni. Mos të duket. Moja man më të duhet. More, dëgjoj këtu. Dëgjoj, nuk vure me të kaltati. Nuk u shpëton gjë këtyre, ore. Me të thonë. Mirë. Mjaft. Dëgjoj. A merë veht! Po mirë pa! Nuk po vlen rahat të marrë frëm. Ule më zërin sa më shkatrove. As të vdes nuk po vlen rahat këta! Kale, fitu!
që kur më kanë arrestuar papan. Dëgjoj këtu. Duhet urgjentisht të zhdukim disa gjëra që të mos kanë asnjë provë për ne. Besimi ndërkon. Nuk është këtu. Nuk është. Nuk e di. Është larguar që ndrek dhe nuk ardhur. Natë në mirë. Në emër të popullit jeni të arrestuar. Merrin. Ulluni. Agron Tare. Këtu. Ariana Dune. Këtu. Besim Lame. Këtu. Besnik Mato. Këtu. Dora Lilo. Ben Shkurt. Këtu. Fajtor, jam edhe vetë. Pavarësisht se është spahiu ai që më futi në këtë rrugë. Unë u tregova i dobët. Meritoj të shkimin më të rënd nga tropi gjykues. Nuk them dot se shokët nuk më kanë qëndruar pranë. Ata më kanë këshilluar vazhdimisht.
veçanërisht profesor Mirashi. Ai më ka këshilluar e ndihmuar vazhdimisht. Fatkeqësia ime është se unë nuk u tregova i sinqert me shokët. Po ta kisha bërë këtë, nuk do t'isha sot këtu. Pa im është se unë u lidha me një të deklasuar. Në vend që dëgjoja shokët e mi. pse s'lej më rope, o birë? A kishe lek me vetë? Kisha. Hajtë, këtë mami. Po që fojnë e vëlla? Hajtë, këtë.
Mami, papin në kafe që nuk kemi hla. Pa ty japi beso nga një pako juve tani. Ashtë. Mere ti gënd. Ashtë. Edhe. Opa! Bak. Hajde, kështë mami, hajde. Hajde, uđi. Ulem se. Gëzuar. 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 I rritur të ka qenë. Po ti këtë dorish? Më të disa ditë sa të çmallë. Se do vetë të gjej në i punë. Nuk do t'ju shqetësojmë. Së ta njeri gjë. Ullu. Ha, ç'kishe? Kam ardhur për punë. Ka shkres nga zyra e punës? Po, sigurisht. Aset. Sa shkollë ke? 11 klasë. Ti nga zanati salatorit? Po, kam të tretën. Ku ke punuar më përpara? Nuk kam qenë punë. Po atëre, ku ke mësuar zanatin salatorit? Në burë. Mund të vish nesër? Më duhet ti kam një punë komitet. Ha? Hajtë miru pafshë. Miru pafshë.
Alo, shu kujsa? Zeneli? Zeneli jam. Po Zeneli. Çfarë kishe? Po unë vërtet ju kam kërkuar fuqi punëtore, po jo njerëz do si dama të dalë nga burgu. Pse flet kështu? Po sepse ju e dini, këtu është një kantjer i rëndësishëm dhe jo çdo njeri mund të punojë këtu. Çojeni një vend tjetër, shoku i sa. Dgjoj Zeneli. Ne e dim se ç'kolektiv jeni ju, prandaj dhe vendosëm ta sjellim tek ju. Ai bëri një gabim në jetë. Dhe për këtë si mendon, ta flakim te? Nuk është puna aty, shoku i sa, por Zenel duhet të jesh sa më i gjerë. Ti kuptosh më thellë sa gjëra. Dakord? mirë. Ha, besim. Hiç kam hallin e punës, shoku Thanas. Po unë bisedova me. Nëse ti mos u shqetëso. E di ç'ke ti. Absolut na gjen një vajzë të mirë tani edhe, ëh. A bëjmë që ti? Mirë. Jo djalë. Unë po të pranoj në punë. Por, mos haro se kush je. Ti vetë the sapo ke dalë nga burgu. Ne këtu jemi një kantjer i rëndësishëm. Prandaj puno mirë. Bëj gishtin kokës. Dhe mos e drit bishtin. Ha? Mirë. Do t'jap shazemit. Do fillosh punën. Mirë. Ai fund mbar. Faleminderit. Miru pafshim. Mirë. Ditën e mirë. Po shok. Më falni. A dini që ku është shoku Azem? Ja tek e ke atje, po punon. Faleminderit. Shoku Azem. O shoku Azem. Një minutë i lutem. Ç'kishe? Më ka ndërguar të punoj këtu tek ju. Më dha shefi këtë letër për ty. Do të fillosh që sot. Mirë. E po mirë atë. Shkon në magazin të Riq Pajisi. Do të vi dhe unë aty. Faleminderit. Ditë e mirë. O Murat, Urdhëro. ku vajja i djali më? Nga hoteli vaj. O Azem, Urdhë. a është e vërtet ajo që dëgjova për te? Po, si çfarë? Jo, po, mu duk djali mirë, prandaj thash. Po ti më. Ç'bën këtu? Këtu më caktuan. Merri rrobat e me mua. Kam një vend bosh në dhomën time.
Po ju beqarin? Po. Dize. Faleminderit. Do të qëndrosh këtu sonde apo do të ikësh në shtëpi? Po, do vete të marr plaçkat një. Pastaj ti tregoj dhe nënës. Shumë mirë do bësh. Jo. Për çdo hall që të kesh, do të më thuash mua. Dakor? Dakor. Po ju ku jeni? Po më ka folur Isai dhe Thanasilet gjemjes tuaj. Ti shtroju punës unë kaj ditë tëmë. More vesh. Ti ikë më tani. Mirë. Më duket se besimi ai shoku i klasës. Atë që i kishim shok nuk të kujtohet. Pas ka ikur. Pas ka ikur. Tjeta. Lana radhër ty. Lana, ku shkon ti shok? Ja, 1 minutë, se kërkoj një shokun tim aty, po. Është ndaluar. Cilin kërkoni? I Besim Shkëmbi, po e njohun atë, ja. Ja e lajmëroj unë. Prit aty. Kush më kërkoj? Ja, dje. Profesor. Je minut po tesh. Derimet e mia, profesor.
Si, nuk po mje. Nuk po kujtohesh. Ta freskoj unë kujtesin. Monsieur Brahush, shoku i Burgut. Oh. Kanë thënë se ke bërë kthejs. Je futur studimeve. Je përveshur hekurave. Shumë mirë po bën. Po përpiqem të shlyej gabimet e mia. Ai, jo, profesor. Të rren menja. Edhe mua më janë vardisur shumë. Po Brahushi e din se çdo të thotë pishti qenin. Ja ka pirë langun jetës Brahushi, profesor. Pishti qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që ta tërheqësh. E prapë i shtrembër mbetet, ha? Shë dhe puna jote. Deri sa ke qenë një heri të nuar, deri në varë, pishkeni do mbetesh. Shporu. Maskara! Largohu që këtej! Shporu të thash! Mirë këpër, po të erdi prapë, më thuaj dhe mua. Shoku Azem, do m'japësh dhe një le, të kam bezdisur sot. Edhe dëgjo, tani do vete ta marrë, mu mbush mendja top. Ik merë, ik dhe ta gëzosh. Të faleminderit shumë o shoku Azem. S'ka një që. Çdo gabim besoj, la të punë. Ti mos e mbaj mendje me ti. Qëndroj shokëve pranë, sepse ata dinë të shmoj. Shoku Azem. O shoku Azem. Që është Gjezo? Shoku Azem, më kanë vjedhur parat. Më kanë vjedhur parat e televizorit. Kjo është e tmerrshme. U bë kaq kohë që i mbaja. Gjezo, mos i kelën në një vend. Kontrollova shumë mirë shoku Azem. Kanë shpërthyer kasetën. U bë kaq kohë që s'kemi patur vjedhjen kanë tjerë. Gjezo, pagojnë të moreve shabuja. Kontrollomni. Kontrollomni. Beso! Besi, uli. Hajde shumë. Jenu vit. Futu të rrë. Shbën. Jo kështu beso vla, jo. Askush nuk të lejon që të sillesh tu me shokun, more vesh apo jo? Çfarë kam unë shoku Azem? Juve e pat ati do gjivet. Dorezat u gjendën atje. Pastaj, gjatë kohës që mua më kanë humbur parat, ai ishte larguar nga vendi punës. Kur unë u thash shokëve, ai ishte i vetmi që u prek. Ti Gjezo, bën shumë mirë kina sinjalizon, por mos rrumbe, më nga dalë. Këto punë nuk bëjnë fat e fat. Ju keni kujdes, dhe ne do ta ndjekim të çështë. Faleminderit.
Faleminderit. Që ke për saldatore? Kam ca kohë. Pse më fshihesh? Rrugët tona u ndanë jetë. Nuk e pse flet kështu. E shekte? Kështu jam unë. Besa, Kjo shenjë do të ndallohet për tërë jetën. nuk është ashtu. Profesorin e ke takuar? Jo. Shumë keq. Të shtunën jemi ftuar në shtëpinë e tij me rastin e daljes në pension. Ai ka kërkuar që të vish dhe ti. Ju keni jetën tuaj. Ndjej që jam i tepërt midis jush. Faleminderit, por nuk mund të vi. Pse flet kështu? Ti për atë që bëre u dënove dhe s'ke pse mendon më. Bile për atë përgjegjësi kemi dhe ne. Ju nuk keni asnjë lloj përgjegjësie. Mase edhe tani nuk është mirë që përim bashkë. Jam e bindur që nuk po bëj asnjë gabim që përim me ty. O, Besimi. Pse se ke sjell atë dokumentin e shkollës? Apo ke ndërmend ta lesh? E kam gati. Ty ja sjell nesër? Mirë. Shumë mirë të bësh. Ulu. Ore Besim, sikur ka numër sa para ande nga ju më duket. Dëgjoj ti? Pyesi më mi shokun Azem, brigadieri. Do të më sosh ti mua se këtë pyes. Ore vesh apo jo? Edhe dëgjoj këtu. Hap syt. Se po ndodhi gjë të flak në rrugë. Ore vesh. Hajde. Edhe me sillat të ki thash. Mirë. Mund të ulem? Me kënaqësi. Fernet, konjak, punch, apo lëng molle. Nuk do marrje. Thash të bisedoni pak. Mirë. Veç se pa hyrit gjata. Unë dua që ti të lësh të qetë Besimin. Pas ka marrë për sipër, që të ndrejgjish botën, a? Ordroj fol. Si e ke halën? Të thash pra për Besimin. Aha. Për Besimin. Po unë atë e kam shok të vjetër. E njo më parë se sa ti. Si të let jetën atë, ha? Shok, more. Ai nuk ka asnjë lidhje me ty. Ashtu, ha? Si e bërë kështu. Vete gjithë ditën klube. Unë do të bëj që të më doj qefi mua. Më dëgjove ti? Po nuk të lëm ne të bësh të duash ti. Shoqëria tonë parazitve. Ja. Po tregon vendin. Vetëm pa moral. Pa moral se... Moral... E ke mengut?
Kam ca punë, por e bisedojmë rrugës. Erdha për ato vendet e paplotësuara. Në fakt ato po studioj. Do më sjell njerëz të mirë, do si puna e besimit. Që si ish besimi? Nuk ndrejnë ata njerëz. Kot merrem me ta. Kush ta thaktet? Po fakte tregojnë vet. Parat, dorashkat, prahushi. Pse pak të duken ty? Dëgjoj këtu ti. Por është shtyn ta ndihmosh të njëri gjallë. Partia. Ajo më mëson që ta përkrah njeriu i sillet mirë dhe që punon. Nice. Jo, në fakt unë diçka bisedova me të në telefon, por jo për këtë problem. Pardon. Edhe unë vetë u çudit. S'më mori mendja që ju t'ish shprehur në atë mënyrë. Zeneli modhi një lumë akuzash në besimit dhe unë e qartova. I thash të mos merresh më me gjëra të tilla të paverifikuara. Nxitohet nga ndonjëra ai po. Nice. Se që është një tip që i vartiset. Dini që? Pikërisht nga i duhet të ruhet. Ndaj besimit ne nuk kemi asgjë. Gëzuar dhe ju pasha të gjithë. Gëzuar. Bes. U gëzova atje. Ali, dje takova brigatierin tënë, Aze. E kam patur në Zënës, në shkollën e Mramjes. A i më urdhëroi të vija tek ju. Do të shkosh patjetër, më thënë. Mirë bëj. Kishte menim shumë të mirë për të. Profesor, të më falni për të gjitha shqetësimet që ju kam sjellë. Njeriu mund të gabojë. Rëndësi ka fakti si e kupton ai këtë. Çdo gjë e kalon lehtë kur një fatkeqësi ndjen se ke njerëz të mirë pranë. Atë gëzuar. Eyes me open. Yo nuk të fa. Hey! Derimet e mia, profesor! Si? S'po ja varë më shokët të në vjetër të burgut? Largoni që këtej. Ju janë i pirë. Ne, jam fare esë. Ai kujton se ju keni harruar që i ka qenë në burg. Në burg. Jeton me mshirën e të tjerave. Unë jetoj me djersën e ballit. Jo. Për thuja këtyre ti, profesor. Unë të një rrellën balë. Ma i gojën po të them se. Largo që këtej. Ti s'mund të heqësh dorë nga hajtë të laku. Se prap në Piruc do përfundoj. Shtoru! Maskara! Largo ti beso! Unë maskara! Po më të cujën prinjët më profesor! Prap! Pishteni të mbetësh! Ti sikur në dhe fjallën. Na thej që nuk do të përfundojem këtu. Pas unë s'pa marrë pej se më keni ndalër ju se t'i shetë. Që ti ka ndodhur në brëm? Rrugës, takova ca dasmor. Që
Që vërtet edhe unë kisha pirë qa, po ata më ranë qafë mu. Një në një prej tyre? Jo. Apo njërin e një shumë mirë. Për kemi qenë në burg bashkë, përndaj. Cili? Një farë Besim Shkandi. Për nën kantierin të tartë. Digje për të? E disi shpunën. Atje në kantier kanë humbur ca para. Janë vjedhur. Mbase në ndihmon me ndonjë gjë konkrete. Se në përdisni mojnë së tjetës. Me qënë se një, prandaj. Aha. Hajtutën e keni branda në kantierin së tjetës. E një shumë mirë në të tipë. E është bërë huje e punë përndaj. Ka të lavën një lartë e poshtë. Afro. Shenjat e gishtrime në vendin e ngjarjes përputhen plotësisht me këtë kartel. Dhe më thënë, unë si jam dalur për rasin e mbrëmshëm. Nuk është fjala thjesht për vjedhje. Përse e bërë atë? Forca e zakonit. Forca e zakonit? Mos vallë forca e zakonit është tyti të vjedhësh në vendin ku punon Besimi? Të zihesh me të, të flasësh keq për të dhe së fundit ja ngarkosh atij fajin. Këtu ka diçka më të thellë. Se gjithmonë i përpikë, zoti shef. Çfarë është braush? Një borxh i vjetër. Histori e gjatë. Ai tani më kërkoi këtë nder. Kush? Sfahiu. Ai donte të shite me çdo kusht Besimin marrëna. Dhe ti u zotove, ëh? Shpesh. Lari borxhësh. Mirë. Allësirat i kisë të në vërë. Ka dhamë për të gënë? Për hushit i vetë, apo i bëhet sot i shef. Ta është kapterë, t'jetë në fusin forcë. Jelë, në datë 29/10/83. Ora 20. Jeni të lumtur të na ndërroni marrjen tuaj për datë. Magazine jashtë vlefshëm. Meta dhe kristale. Mami, që kemi në të marrëve? Një shoqe Besimit. Prit pak. S'ka bën asnjë. Bërë si dhëndër të keqen edhe. I thuaj Margaritës nga ana ime të trashëgohet dhe jetë lumtur. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirash, në kokën tënde, birë.